Reportazh mbi bukuritë e Belshit. Jemi këtu në zemrën e Shqipërisë, aty ku para një shekulli Sami Frashëri projektonte kryeqytetin e arshëm të Shqipërisë. Jemi këtu në qendrën e Dumres, krahina me bukuritë e rralla natyrore, ku mbi 84 liçene shtrihen kudo në çdo fshatë të saj. Kjo perlë e bukur e lënë harres nga pushtetet përsëri nuk e ka humbur preferencën e vizitorëve të ndryshëm. Prandaj edhe ne jemi këtu për të promovuar këto vlera përrallore të natyrës. Siç e shihni edhe nga pamjet, çdo gjë është krijim natyral, pa vënë asnjë dorë njeriu. Është e pashpjegueshme e harresës për të investuar këto bukuri të rralla, që natyra ja ka falë këtyre njerëzve. Është kjo iniciativë e zotit Estref Gjoshi, biri i Seferanit dhe i Dumres, që ka bërë të mundur sjelljen e këtij grupi xhirimi për të plotësuar këtë dokumentar promovimi për krahinën e Dumres. Por kush është Estref Gjoshi? Reportazh i shkurtër për veprimtarinë e tij, aktivitetet e Estref Gjoshit, një CV e shkurtër e tij. Ai ka lindur në fshatin Seferan të Belshit në 4 mars 1943. Arsimi fillor e 7 vjeçar e mbaroi në këtë fshat e më pas ka mbaruar të mesmen për agronomi në Belsh. Mëtej ka përfunduar shkollën e mesme 2 vjeçare ekonomike. Karrierën e punës Estrefi e ka nisur fillimisht si brigadier, magazinier, pagator sektori në zonën e Belshit dhe të Elbasanit. Nuk kanë munguar edhe angazhimet e tij shoqërore, duke qenë antar i këshillit të fshatit të vendlindjes së tij. Pas vitit 1985, ai transferoi përfundimisht në Tiranë si specialist ndërtimi dhe mëtej është marrë me shumë aktivitete të ndryshme, më shumë si tregtar. Aty ai mori dhe shtëpinë e tij, e që nga ajo kohë do të bëhet qytetar i Tiranës. Nuk kanë munguar edhe vuajtjet e tij në emigracion, duke krijuar bazë financiare për të hapur biznesin e tij privat. Kështu, për disa vite rresht, pas 1994-s, ai ka emigruar në Greqi. Pas kthimit të tij nga Greqia është angazhuar në biznesin e tij privat, por si aktivist për shumë veprimtari shoqërore të tij, ai është angazhuar më shumë me sportin dhe grupet folklorike të zonës së tij. Aktiviteti sportiv. Fillimisht është përzgjedhur presidenti i skuadrës së futbollit 22 marsit të Kamzës për moshat 10 deri në 16 vjeç. Pas 2 vitesh ai bëhet donator në ekipin e futbollit të femrave të Kino Studios, që merrte pjesë në kategorinë superiore të profesionistëve. Me investimin e tij modest nga ana financiare e materiale, si uniforma e topa e mjetet të tjera ndihmëse, kjo skuadër arrin suksese duke dalë në finalen e Kupës së Shqipërisë dhe arrin të renditet e dyta në kampionatin kombëtar. Për 4 vite rresh, kjo skuadër do të ishte një nga më të mirat e futbollit shqiptar. Madje në vitin 2008 ai e ka dërguar këtë skuadër në vendlindje për një ndeshje, duke mahnitur zonën e Belshit, që asnjëherë nuk ishin parë një lojë futbolli me femrat. Nga viti 2008 e mëtej ai ka ndërtuar dhe ngritur ekipin e futbollit të rriturve të Belshit, por edhe ka ngritur ekipet e moshave në fshatin e tij të vendlindjes Seferan, por edhe fshatrat përreth si Marina, Liçeni, Qafshkallë, Belshit e të tjerë. Gjatë sezonit 2013-2014 bëhet donator i ekipit i Gostimës, duke nxjerrë këtë ekip të kategorisë së tretë në vendin e dytë në renditjen përfundimtare, pa asnjë humbje, e cila ngjitet në kategorinë e dytë. Aktiviteti kulturor e muzikor. Përveç pasionit të tij për sportin, ai si një valltar i dikurshëm me qendrën kulturore të Belshit, nuk ka hequr dorë nga kjo fushë. Fal pasionit dhe përkushtimit të tij, ai krijon shoqatën kulturore, artistike e sportive Afërdita, emrin e perëndeshës së dashurisë, me qendër në Belsh, duke u zgjedhur edhe presidenti i kësaj shoqate. Por njëkohësisht ai ngriti dhe organin botues të kësaj shoqate, gazetën Afërdita.
Palëzutësisë organizuese dhe mbështetjes financiare, ai ka ringjallur vlerat kulturore artistike në zonën e Belshit, duke qenë pjesëmarrës në mjaft festivale folklorike artistike, duke marrë dhe çmime fituese në shumë prej tyre, si në festivalin e Gjirokastrës, Beratit për Metit e Lushnjës. Gjithashtu, ky grup është bërë i famshëm edhe jashtë kufive, duke dhënë koncerte në disa shtete të Ballkanit por edhe Europë. Aktiviteti i bamirësisë, përveç pasioneve të tij preferuese, si muzika dhe sporti, ai gjithnjë ka patur mall për vendlindjen e tij. Ai e investoi në fshatin e tij të vendlindjes, duke ndërtuar në 2012 një qendër shëndetësore që ka vlerën e 15.000 eurove. E gjitha investim personal i tij. Por bamirësitë e tij nuk kanë të sosur, pasi ai ka ndihmuar edhe mjaft familje në nevojë. Për bamirësitë e të gjitha veprimtaritë e tij kontribuese, si dhe mbështetjen që ai ka dhënë për ripërdoritjen e vlerave kulturore, artistike e sportive, Bashkia Belsh nëpërmjet Këshillit Bashkiak në vitin 2013, Estref Gjoshin e ka shpallur qytetarin deri të këtij qyteti. Zoti Estref, meqense ju jeni nga Belshi, jeni dhe qytetar nderi i Belshit, mund na thoni dy fjalë për Belshin? Po. Unë jam banor i Belshit, edhe ky Belshi ka qenë edhe i lashtë, i hershëm, bile na një frashi, edhe ta frashët kanë të bëjë ky qytet. Edhe një zonë e bukur është një dumre e madhe me 84 liqej. Edhe si Belsh, o qenë më e bukur, edhe më e pashme, edhe shumë e preferume. Liqejt bukura, me kodat për qark për rreth, edhe ka kodër liqejash të gjithë dumreja. Edhe unë si banor i Seferanit që jam, e njoh shumë dumren, shumë Belshin, shumë pasion kam bërë dhe veprime, kam bërë dhe investime gjona, kam bërë shumë, kam bërë qendër shëndetësore në Seferanit, kam bërë sportit e shkollave, të kam vesh 4-5 shkollat në veçare me rroba, edhe muzikën i kam quar në përrethit, i kam inkuruar, i kam shkuar me pasion në tim. Kam qenë me vallëtarët të parë, si e Petref Hysa, Tafoni, ky Shevqet Tafoni, e shumë të tjera. Dhe unë kam qenë pjesëtar i grupi përpara. Prandaj e kam favorizuar te. A ju i keni dhënë një kontribut shumë të madh për qytetin e Belshit? Po, ne kemi dhënë kontribut se jemi dashamirë të vendi, këtu jemi lind, edhe çdo njeri që ka mundësinë të popull të varfër, të popull që jeton këtu, duhet ta ndihmojë. Që gjithë biznesmenët, gjithë njerëzit që janë dashamirës, duhet të bëjnë mirë, se jeta është kjo, nuk është jetë e përhershme, jetë trashëgimie e ardhshme. Botimet e tij. Për veprën e tij të gjerë dhe mbi jetën e tij janë botuar nga botues të ndryshëm edhe 4 libra monografik që flasin për veprimtarinë dhe aktivitetin e tij personal. Mbi 2000 kopje flet palosja janë shpërndarë në mbar vendin. Mund të na thoni dy fjalë për Estref Gjoshin, si e njihni ju? Po si, Estref Gjoshi është bashkëfshatar me mu, domethënë lindur në Seferan, fillimisht si të gjithë familjet e tjera, familje domethënë fukara, siç kemi qenë gjithë për momentin, ka përkrahur iniciativat e gjithë qeverisë që me kohën e kooperativizimit e gjitha gjërat. Pastaj më vonë, si u rrit, kuptohet, kapi dhe pjekurin, u mobilizu edhe kuadër, ka qenë kooperativ, ka qenë magazinier, specialist frutikulture, kemi qenë ortak në punë. Gjithë punët, domethënë ose gjithë kohës së punës së Estrefit, e ka karakterizuar nga i sinqeritet, ndershmëri, një harmoni me gjithë kooperativistët e brigatës e kudo, domethënë kontributi i Estrefit në fshatin Seferan ka qenë jashtëmase i madh.
ka ikur pasaj ka shku në Tiranë, e kupton? Me gjithë se ka shku në Tiranë, aja akoma nuk ka shkput marrëdhëniet me fshatin Seferan, me Tafërit, me shokët e tij, e kupton? Edhe sot është i mobilizuar në detyra shoqërore, siç janë me sindikatat e pavarura të Shqipërisë. Strefi gjithmonë është nisur që për fshatin e tij të kontribuojë dhe të bëjë gjën më të mirë. Ka qenë problem për ja 2 dhoma qendër shëndetësore, atëherë Strefi me kontributin e tij personal erdhi, investoi dhe sot fshati Seferajt nuk i bën më gjylponat në për ato rrugë në për të gjëra, po vetë direkt ke qendra shëndetësore, e kuptonti, edhe atje kuptohet me që ambienti në komod me gjithë gjërat, edhe kështu që fshati Seferajt në këtë drejtim është i stabilizuar për qendra shëndetësore. Domethënë në sajt kontributit e Stref Gjoshi. Kush është Stref Gjoshaj dhe mund të na thoni 2 fjalë si e njihni ju atë? Po, Stref Gjoshi është një bashkëfshatar jon, ka qenë këtu edhe ka qenë një nga organizatorët e të gjithë. Ka shkruar disa vepra, ka shkruar për liçenin, për komplet Dumren, për trashëgiminë e Dumres, për të gjithë marrëvajtjen e punëve të Dumres, ka ndikur në disa vende, ka investuar në një ngritje në disa qerdheve me fondet e veta dhe ka qenë një nga organizatorët i cili që njëkohësisht tani ka hyrë në kryetarin e bashkimit të sindikatave për Belshin. Ky është numri 1 që do t'i vi në ndihmë të gjithë këtyre fermerëve që janë sot në Belësh. Duke nisur që nga rrugët, që Dumreja është vend bujqësor edhe ka të gjithë një potencial të madh për bujqësinë, atëherë me punën tonë, neve si bashkë me Strefin, do të hyjmë një punë që të nxjerrim disa gjëra në pa. Me aktivizimin e të gjithë këtyre të zotit e Stref, me komplet kryetarët e këtyre sindikatave të fshatrave, do të vëmë disa duke goditur pushtetin nëpërmjet këtyre rrugëve, duhanin, subvencionimin e naftës, që ka arritur çmimi shumë lart, që arrin kosta e plugimit deri në 17.000 lekë. Në këtë Strefi ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë ngritjen e këtyre, edhe e falenderojmë neve Strefin edhe si bashkëfshatar dhe si organizator. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e njihni ju zotin Stref? Mund të na thoni 2 fjalë? Stref Gjoshi është një personalitet i njohur në zonën e Dumres për bashkinë e Belshit. Është një nga organizatorët kryesor për krijimin e bashkimit sindikatave të Shqipërisë për bashkimin e Belshit. Është i njohur për zonën tonë sepse ka kontribuar me fondet e veta në riparimin dhe ndërtimin e qendrave shëndetësore. Ka riparuar qendrën shëndetësore të Bashkisë Belësh, gjithashtu ka ngritur nga themelet qendrën shëndetësore të fshatit Seferan. Është një intelektual i shquar, ka krijuar dhe shoqatën Afërdita, ka investuar në sport, siç ka qenë rasti për ekipin e Gostimës, po ashtu ka investuar për grupin folklorik të Bashkisë Belësh, e ka dërguar edhe në vende tjera me fondet e tija të vetat.
Bashkia Belsh në ditën e njëjtë në 11 shkurt, ora 11 në qendrën kulturore të qytetit të Belshit, zhvilloi punimet konferenca e parë e Bashkimit të Sindikatave të Shqipërisë për Bashkinë e Belshit, e cila ka si kryetar zotin Estref Gjoshi. Gjatë punimeve të saj u mbajtën fjalime nga vetë kryetari i kësaj sindikate të Belshit, Estref Gjoshi, por nuk kanë munguar edhe përshëndetjet e kryetarit të prefekturës së Elbasanit, zotit Bektash Sula, si dhe të vetë presidentit të Bashkimit të Sindikatave të Shqipërisë, zotit Fatmir Musaku, por nuk kanë munguar as përshëndetjet edhe nga pas përshëndetjeve sindikatat e rretheve, si Shkodra, Tirana, Vlora, Lushnja, Fierje, Korça. Sot më datë 11, neve organizojmë të parën mbledhje të Bashkimit të Sindikatave të Shqipërisë për Bashkinë e Belshit. Në këtë mbledhje do mundohemi të bëjmë një ruzime të punës që kemi bërë deri tani me të gjithë kryetarët dhe sekretarët. Edhe unë i falenderoj shumë për pranishmërinë sot këtu dhe korrektësinë që kanë treguar gjithmonë ndaj meje dhe stafit tonë të Bashkisë Belsh. Sot në konferencë në nderojnë me pjesëmarrjen e tyre presidenti i Bashkimit të Sindikatave të Shqipërisë, zoti Fatmir Musaku. E falenderojmë shumë që është sot këtu me ne. Gjithashtu kemi kryetarin e Bashkimit të Sindikatave të Shqipërisë për prefekturën e Elbasanit, zotin Bektash Sula. Shumë falenderit. Kemi zotin Gani Hida, i cili është përfaqësuesi i prefekturës së Elbasanit. Gjithashtu në nderojmë me pjesëmarrjen e tyre sot zonja Mimoza, është kryetare e Forumit të Gruas Sindikaliste. Kemi kryetarin e Bashkimit të Sindikatave të Shqipërisë për Bashkinë e Gramshit, zotin Urani. Më fali ndjes për mbiemrin. Gjithashtu kemi edhe përfaqësuesin, kryetarin e Bashkimit të Sindikatave të Shqipërisë së Cerrikut. Fjalën ja jap zotit Estref Gjoshi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Shqipërisë së Bashkisë Belsh. Faleminderit. Ju faleminderit për pjesëmarrjen të gjithë bashkitë të Elbasanit, Gramshit, Peqinit, Librazhit, Presit, Elbasanit përgjithësi, misionarëve. Do falenderoj Fatmir Musakun, domethënë presidenti i madh i sindikatës tonë, edhe Bektash Sulën, i Elbasanit, domethënë që ka sekretar më shumë, edhe Gani Hidën. Pastaj të gjithë i përshëndes. Pa shtim se emri i tha goca, e falenderoj shumë atë gocën. Edhe jemi shumë të kënaqur. Ne do flasim shumë gjëra, shumë detyra kemi, Belshi është shumë i bukur, shumë i gjerë, do nima, do shprehje, do të jenë njerëz të pjekur, njerëz të ditur, njerëz që flasin, njerëz që sakrifikojnë në investimin në gjona, si jo me fjalë boshe. Ju falenderoj shumë, mirë erdhët, suksesi gjithmonë. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti president, nderuar zoti kryetari i Bashkisë Belsh, zoti Estref, nderuar zoti Bektash Sula, nderuar koleg, nderuar miq të ftuar. Unë duhet të shpjegoj pak se ç'është Bashkimi i Sindikatave të Shqipërisë në tërësi, ashtu siç është këtu sot në këtë konferencë të parë. Ne kemi vazhduar disa konferenca si prefektur dhe edhe konferenca e Bashkisë Elbasanit, që arriti qëllimin e saj në datën 6 dhjetor të 2015. Bashkimi i Sindikatave të Shqipërisë është një organizatë mbarkombëtare, e cila duket edhe në pjesëmarrjen tuaj këtu, ku përfshin të gjitha moshat, sekset, pa dallime, pa ngjyra, pa asnjë lloj kufizimi, të gjitha profesionet, të gjitha fushat e jetës. Dhe sigurisht Bashkimi i Sindikatave të Shqipërisë nuk merret vetëm me zërat që ka shëndetësi, arsim, transport, por merret me tërë aktivitetin që kanë njësitë bashkiake, që kanë bashkitë, që kanë prefekturat. Kështu do të ndërtojmë edhe ne punën tonë si Bashkimi i Sindikatave në këtë bashki dhe në të gjithë prefekturën e Elbasanit. Dhe kështu kemi vazhduar ta ndërtojmë. Ju sot ja keni arritur qëllimit sepse keni përfunduar një nga fazat më të rëndësishme tuaja, e cila është përfundimi i të gjithë strukturave dhe zgjedhja e elementeve të përzgjedhur tashmë në të gjitha njësitë e bashkisë, në të gjitha fshatrat dhe në lagjet e qytetit, ashtu siç është përzgjedhur edhe kryetari juaj i bashkisë, zoti Estref Gjoshi. Kjo ishte faza e parë, por detyra keni patur, probleme keni hasur, do keni edhe më pas.
Ju më pas do kaloni në një fazë tjetër, e cila është faza e dytë, e cila do të përmbyll tërë aktivitetin tuaj të kësaj faze me zgjedhjen e antarëve të këshillave që do të bëni ju për çdo njësi bashkiake dhe për çdo fshat. Në këto këshilla bashkiake të strukturave tuaja në njësitë bashkiake dhe në fshatra, do të përfshini të tërë elementët që ka fusha e jetës. Pra, të tërë profesionet, mjekët, mësuesët, atë të fugonit transportit, një kpucar, një berber, çfarë do lloj që do të ketë në fshat, fermer, veteriner. Zona e Belshit, kuptohet jemi zonë bujqësore dhe problemet më të mëdha janë për fermer. Probleme kanë shitje duhani, fjala vjen, tregtim perime, gjëra, se këto janë ato që na shqetësojnë neve. Në rast ku jam unë, një sindikata, mirë gjënë përfaqësues ma se do ketë, pa te janë 10 mësues, nuk është një peshe madhe. Kjo ndikon shumë, fjala vjen në qytete, atje ku është pjesëmarrja më e madhe. Por ne na shqetësojnë më shumë problemet e bujqësisë. Ne herë për herë nuk po marrim vesh apo bëhet. Sa ta marrim për sipra, çfarë do kërkesësh do i kërkojmë fshatit që problemet e bujqësisë. Si zonën e bujqësisë Greka. Grekani dohoni sot për sot është i pashitur. Kajani dëshirani po merë dohoni. Grekani është nuk është shit edhe një pe dohon. Qa kërkesash të thonë që paktën vind kërkojnë dohoni po mykët. S'ka në përgjithësi asë një deri më sot është zero. Megjithëse Belshi njihet si zonë bujqësore, këtu janë të katandisura të gjithë. Që nga bujku më i thjesht, ai fermeri atje që ka arritur plugimi me 17.000 lekë. Edhe nuk din, rrugët janë për tokë. Fermerët, ato pak prodhime që i bëjnë, nuk mund t'i qojnë dot në treg për arsye sepse rrugët janë komplet të shkatrura. Janë të shkatrura, edhe ai shoferi kërkon 30.000 lekë. Ai 30 do marrin treg, 30 ja ha i transportit se është rruga beterë dhe kështu që ta fillosh edhe nga duhani. Të gjithë zona e Belshit kultivojnë duhan. Ka 2 vjetë që rrit duhanin në për magazina. Komplet ato energji që harxhun ata për kultivimin e duhanit, ende nuk dihet se kur do merret ai leku dhe ai mund dhe ai djerë si do që kam punuar. Atëherë, paka shumë problemet e Dumresi parashtruan edhe kryetarët e njësive të tjera. Fjerza nuk është se mbetet më pas se këta të tjerët. Unë do thosha esenca e gjithë kësaj është që Dumreja merret me bujqësi në shumicën e fshatrave. Këtu tek ne industria le themi që nuk është shumë e zhvilluar. Pjesa më e madhe bujqësinë kanë si pikën e tyre më të fortë le themi. Në rast se ju do kishit mundësi që të na konkretizoni diçka që ne si Bashkimi i Sindikatave të Shqipërisë bashkë me kryetarët, sekretarët dhe komplet antarësinë tonë do bëjmë diçka konkrete për këtë pjesë. Flas për Belshin, Kajanin, Grekanin, janë më shumë tek pjesa e duhanit që aty fokusohen. Kanë shumë vite nuk e transportojnë atë, nuk ja blen kush, i kanë aty stok ato prodhimet, s'kan nxjerr dot as atë që kanë hedhur. Për fjerzën nuk mund të them për duhan se nuk është se praktikojmë shumë ne andej. Sindikatat janë organizata të cilat merren me përmirësimin e interesave sociale ekonomike kombëtare. Sot ndodhemi në Belsh, unë e kuptoj mirë pozitën gjeografike të Belshit. Belshi është një fshat i madh dhe shumë i madh, me probleme të mëdha. Çfarë problemesh konstatoj unë pa këtu? Më vjen mirë që sot qeverisjet kanë vendosur AZBR-n, një institucion i cili merret me stimulimin e prodhimeve bujqësore. Kam parë nga Kosova që mbrita se u futa nga pjesë e Lushjes, që mbritëm në Belsh, gjithandej u lishte të sistemora, të mirëmbajtura, por ajo që nuk shkon është problemi i vaditjes së tyre. Çka e trajtoi dhe antari i Këshillit të Bashkiak, që është pjesë
Lëvizjes Sindikaliste në Bashkinë e Sindikatave të Bashkisë së Belshit. Problemet sigurisht që kërkojnë financime. Ne nuk jemi këtu për të marrë me pjesën e sëmidhës, ata që ka bërë qeveria dhe imësot. Ne marrim analizë tërësinë e punës, godasim pikat e dobda, me qëllim që nesër të reagojnë institucionet shtetërore që nga bashkit, prefekturat dhe ministrit. Për mua, si Fatër Musaku, është e patalurueshme fakti që në bashkinë e Belshit, një nga vendet ku prodhohet duhani, masivisht, që mos ketë tretë. Këtu është vendosur vetëm një operator i cili merret me vadimin e prodhimit të duhanit. Çuditërisht ai e mban të bllokuar aktualisht me qëllim që bjeri çmimi dhe përmirësoj interesat e tij social-ekonomike pa ditur se ç'bëhet me prodhuesit e duhanit. Është detyra imediate e Bashkisë së Belshit dhe Ministrisë së Bujqësisë që të merret me këto probleme dhe të nxjerrë nga ky tmerr me fjalë 3 vjeçar, sa shtoni juve me fjalë prodhuesit e duhanit. Dhe ajo që ka shumë e rëndësishme për mua është fakti sepse këtu është e domosdoshme që të lindi konkurenca. Nuk mund të bëhet vetëm një operator me fjalë ndryshueshmëria ose rritja e çmimit të blerjes të duhanit. Duhet futen 2, 3, 4, 5 operatorë të tjerë, tregtarë të mëdhenj të tjerë, të merren me vadimin e duhanit. Por kjo është pjesë e Ministrisë së Bujqësisë. Problemi është problemi i rrugëve, siç e tha zotëria. Nuk mundet dalësh dot në tregë sot, nga çata që kanë asnjë lloj komunikimi me mjete, me rrugë të coptuara. Ai, nga momenti që nisi për në Elbasan do 4 orë vej, 4 të kthehet e thon 8 orë, kështu që mbaroi punën me Elbasan, nuk kryen dot asnjë lloj punë në Elbasan. Po njëta gjë ndodhte me bashkisë, se në fundit juve keni prefekturën tani në Elbasan. Pjesën administrative e keni të gjithë në Belsh. Çfarë nuk shkon për mua në lidhje me administrimin nga pushtetet vendore? Bashkit kanë disa drejtori. Drejtorinë e financës, drejtorinë e bujqësisë, të arsimit, të shëndetësisë, të mirëmbajtjes, atë të shërbimit publik në fjalë. Vetë drejtoritë e bujqësisë me specialistë e tyre, edhe drejtoria e financës, duhet të shikojnë cilët janë elementet me fjalë që çojnë në përmirësimin e mbështetjes në gjendjen sociale-ekonomike të Bashkisë së Belshit. Këtu rritet shumë mirë ulliri. Po cila është kosti i prodhimit të ullirit? Cilët janë temperatura që përdoren këtu? Cili është çmimi i karburantëve, lubrifikantëve? Cila është cilësia e tyre? Të gjitha këto elementë janë detyrë e Bashkisë. Ne si sindikat duhet të demonstrojmë kohë pas kohe dhe të denoncojmë qëndrimet që ndodhin. Zoti Estref, mund na thoni 2 fjalë në lidhje me aktivitetin e sotëm, çfarë u diskutua në mbledhje? Po. Ne bëm konferencën për gjithë bashkinë e Belshit, bashkë me komunat, edhe të ftuar nga komunat tjera, nga bashkia tjera, për disiplinën, për shëndetësinë, për gjithë arsimin, për gjithë ndihmën e popullit që është në Dumre. Për bujqësinë, marrim për arsimin, marrim për shëndetësinë, flasim për agronominë, për gjithë, domethënë, për popullin. Edhe që i përfundim që ne presidenti i Lushës, domethënë presidenti që është ai Fatmir Musaku, e bashkë domethënë këtë e pishim si program. Ço të vazhdoj për ditë, do të trasojmë domethënë nga muaj në muaj, nga dita në ditë në vazhdim. Edhe kaq ishte si përfundim. Zoti Estref, si kryetari i sindikatës që jeni, bëni mbledhje të shpesha, diskutoni, merrni vendime? Po. Megjithëse fillestare, që po ka 3 muaj që kemi filluar, kemi bërë herë muaj mbledhje. Edhe për ditë antarësi domethënë antarë të tri, që sash, për arsimin, për shëndetësinë, për ndërtimin, për gjitha kërkesat për transportin, kemi saktum, kemi agronom, kemi veteriner, kemi domethënë duhet avokat që se kemi, edhe domethënë kemi herë muaj mbledhje. I çaj mand të popullit, shikojmë për rrugë, për çka ka nevojë, për dohonin, flasim për ullinin, për vaditjet, se shumë shtet vaditjet, shumë gjëra ka, për naftën shtet për bujqësinë, edhe nuk kemi vend shitje, ata duan magazina që t'i çojnë mallin. Ka prodhim shumë Dumreja, ka shumë kodra, shumë bukuri. Duhet gjetë magazin shitje. Edhe atëherë ka fitim populli edhe jesën më mirë. Preparon, domethënë pasurohen pak, se janë shumë të varfër. Tu ka liçej, mirë ka s'ka pambahujti, nuk ka vaditje, nuk ka kanalizime, nuk ka transport rruga se ku ta çoj mallin ai. Ai bën domate ku ta çoj.
të qojnë lushe, të qojnë korç, të qojnë dibër, të jenë magazinat saktume, të jenë grumulluar magazinat për shumë për fshatrat, edhe qonë magazinat, dash dibër, dash korç, dash tërpoj, dash kukës. Dhe më dhe që duhet se të bënë, da t'i kërkoj ministrisë. Pas të shoqëruar dhe me diskutime nga diskutantë ndryshëm dhe sindikalist, duke mos munguar as bujaria dhe mikpritja e këtyre njerëzve, pas kësaj konference me iniciativën e vet kryetarit të BSSH-s për Bashkinë e Belshit, Sotiles Trevgjoshi të gjithë të pranishmit janë ftuar në një banket që ka vijuar për gëzim e hare, tamam si një festë madhështore, kjo duket edhe në pamje.